shumë prej nesh janë të përjashtuar nga procesi zgjedhor, pikërisht për shkak të këtyre problemeve të aksesit, apo jo? Shumë prej nesh janë do të donin të kontribuonin. Nuk keni votuar? Jo, s'ka pas rampa. S'mund të votosh. S'mund të votosh, nëse është në kat 2 dhe në kat 3, për shembull, s'ka rampa dhe nuk ka shensor, si do e arrijë Çfarë një karroca pa gjësor pa rampë? E dyta. Një sekondë, lutem. Tjetër problem i madh mund të ishte për shembull problemi, po themi, i mos përfaqësimit politik. Ne do të donim të ishim për shembull pjesë e proceseve politike dhe institucione publike. Pse jo në parlament, pse jo në këshillat bashkiake, pse jo të punësuar në pozita kyçe nëpër të themi njësitë vendore të veçqeverisë nëpër bashki, apo jo. Mirë po, kur flasim për gjitha këto që tha më lart, tjetër, mungesa e financave adekuate për asistentin personal. Ti për shembull me 140.000 lekë sa merr Aliu ose Daniel Moson, si do ta paguash ti asistentin personal që do të shërbej